Në skenën e teatrit Migjeni në Shkodër është shfaqur premiera veprës 24 orë nga jeta një votuesi, një satirë politike në formën e kabares që trajton me humor dhe ironi raportin e qytetarit me votën. Shfaqja ka në qendër një personazh që prej 35 vitesh heziton të votojë, duke ngritur pikpyetje mbi pjesëmarrjen qytetare dhe përgjegjësinë individuale. Në rolin kryesor interpreton Arben Derhemi, ndërsa për krah tij ngjitet në skenë Zamira Kita, me personazhin e revolucionare, nëna e protagonistit, një figurë e krijuar posaçërisht për këtë produksion. Shpresoj shumë që publiku të ketë dalë me shumë pikpyetje, të ketë pasur mundësi të reflektoj. Shpresoj shumë që impakti që i pati në Shkodër është unanimisht thonë do ta lëviznin gjithë Shqipërinë, pra kjo do thotë që njerëzve i ka motivuar për të menduar tani se si mendojnë edhe mesazhin e zgjedh vetë publiku se çfarë duhet marri. Për sa i përket fabulës, unë mendoj që këtu ka shumë nga të gjithë vitet tona, ka shumë nga historia e vendit tonë dhe besoj që teatri është mediumi më i bukur nëse nuk flet për problemet e të përditshmes, për problemet e shoqërisë, duke i trajtuar tema shumë të rëndësishme me shumë humor, besoj që vetëm kështu e përmbush misionin e tij. Ne kemi e nisëm këtë shfaqje kështu për të kombinuar humorin edhe kritikën sociale, por e nisëm këtë shfaqje sepse kjo është një shfaqje që kemi menduar prej kohësh. Një shfaqje e veçantë sepse ndërthur edhe kabaretin me mishtrinë e aktorit. Dhe sidomos për popullin shkodran është një shfaqje që duhet të ishte bë fiks në Shkodër para se të bëj diku tjetër. Kështu që ne i paraprim kësaj dhe erdhëm nga Tirana në Shkodër për me e dhënë shfaqjen. Ka një mesazh shumë të bukur edhe të fortë gjithashtu. Thirrja që ne bëjmë apeli për të votuar, për të ndërgjegjësuar gjithë popullatën për të votuar, por jo vetëm kaq, edhe se sa tronditse është qetësuese ka qenë politika në gjithë këto vite, por megjithatë ajo që mbizotëron në komedi është humori. Gjithçka vjen me nota satire, ironie, humori mirëfillt, aktorët janë në karaktere shumë të bukura dhe mua m'pëlqen që salla sot ishte mbushur plot dhe kolegët tanë na uruan, publiku na duar trokiti, qeshi, na ndaluan dhe në mes të shfaqjes me duar trokitje. Një element i rëndësishëm i veprës është poema satirike e Teodor Keko, e shkruar në vitin 1996, e cila shndërrohet në referim kryesor të shfaqjes dhe i jep asaj një dimension të theksuar kritik. Përmes ndërthurjes së komedisë, muzikës dhe satirës, shfaqja sjell në vëmendje 24 orë nga jeta e një votuesi shqiptar, por përtej kësaj dite të vetme, pasqyrohen vite të tëra paradoksesh dhe absurditetesh të realitetit shoqëror.